Këtu ndodhemi në Shkozë Durrës dhe unë me Gjonin ka marrë për të shitë sot këte objektin këtu, që është Zëqo me dokumenta. me dokumenta. Objekt 2 kaç ka panon nga 350 metra për këtë afrim, eh? Tashi po, ju mund të thoni që doni, arsyeja do më thonë dhe qëllimi është që unë edhe Gjoni do ta shesim këte. Që dosh më thoni ju? 700 metra ndërtim, do shite se djetë, poshtë 1000 metrit katror. Si përfaqe këtu, E trullit, po, 700 metra. dhe 700 metra katror është ndërtim me dokumenta. Tashi, objekti është i ri, nuk është i amortizum, që do të thot 590.000 euro, unë jam i sigur që një biznesmen po kërkon që ta blej. 200% jam i sigur. Mund të patë edhe 3 kaç ky, nëse pas tes. Po, sepse biznesmenat to vene kërkojnë Gjoni. Po këto ja ka asfalt. To vene kërkojnë. Jemi ke stacioni trenit i plazhit. Nja, këtu është plazhi, Shkozeti këtu ne është kërkojnë gjithë. Shkozeti. Tashi, do e marr kamerën dhe investoj sigurt me mu dhe me Gjonin. Se kam dhënë. Çe gjithë kanë bën, çi sa ballore kam rrugën. Në kontë rrugës, Gjon? Kanë rrugës. Shikojmë pak. Kemi 350 metra bord lirë. Kjo është oborri. 350 ka thënë trulli. Po, që të dini gjithë ju. Kemi dhe ashensorin. Ja shënësor. Edhe, si që po flasim, Gjon, që kjo është objekt i ri, nuk është i amortizum. Objekti i ri më thënë. Po e ban 3 kat. Kemi ashensorin tu për mekate. Katin Kemi dhe 4 banjo. 4 banja ka pa. Hajde futemi qikë mërena aty ku. Hajde në katë park. Hajde, qovëm që ka kati pare. Hajde, qovëm që ka kati pare. E të falë, zodi. Që sa më bjetë. Zëtëria përnene kam punë. Prodhim kafës, për e këshet me vend punë. Do dhe këtu piqet kafe, nuk është këte, Nuk e shet vend e punë. shet vetëm objektin. Shkëm pak e zyra 2 minuta. Ka i zyrën atë? Kjo është zyra. Ha, Gjoni? Ka për Gjono? O, haja të dojma. Ka për Gjono, nga e thes ta qënë pishpia. Qa mori test kafe, gjë vjetë. Vjetën e të një test. Edhe kjo- Tjetër prap do për material. Edhe kjo është magazin. Dalim të dy. Dalim ka dytë. Vazhdojmë dhe në ndishti quna. Shpërdajni vitin këto, sepse unë dhe Gjon Marku do të shesim me dokumenta. Shumë shpet. Këtu është hyrja e kati dytë përveç ashensorit, sepse krahun e djathtë kemi ashensorit. Urdhëro Gjono, Gjon Marku. Hajde, afrim, hajde. Gjon. Gjithë energji jemi Gjono. Kjera dhe nga pesha pak. Po Gjono. Po kamera, shis këtu kemi bajen Gjono. Bajnë tjetër, eh? Hajde, sirë se pas e këtu, hajde. E gjithë këto, si përfaqe, është 350 metra katror për mall. Mund bosh fasenori, mund bosh çdo lloj biznesi këtu. Do t'i tregojmë edhe ku jemi sa larg plazhi. Po, tjetër se po. Gjithë pika 3 Gjono. Gjithë. Shif. Gjithë kja pësirë, eh? Veni ashensorit atje. Ashensor. Kënë nga mrapa ka i banje tjetër. Shumë shtet, po ikën afrin, hesë shtet. Kje 10 ditë në Ramazan, ka ba mirë. Si e të letësën nga pesha, i të majtë Ramazan. Stacioni trenit. Këtu është plazhi. Jemi larg detit 500 metra. Aj, sa vërësisht. Këtu është kanali që do bëhet shumë shpejt nga bashkia. Do mbyllet. Hapësirë ka plot këtu. Stacioni trenit. Drit, rrugën e ka këtu. Zonë industriale, biznese, Shkozeti e zonë biznese Kam shapin. që themo, vetëm investorit sigurt. Për më tepër, për detaje shumë, ju hapim lokacionin me dokumenta, unë dhe Gjoni. Ju mirë Respekte presim. nga Gjon Marku Afrimasa. Ciao Mirë se gjithëve. vini. Kolona për këtë tret.